Skandal në Bruksel me skenën e lindjes së Krishtit, me Jozefin dhe Mariam pa fytyra. Një skenë ngritur në Grand Place të qytetit. Zgjedhja e Brukselit për një skenë të tillë lindjeje ka shkaktuar reagime dhe trazira në Belgjik, pasi figura tradicionale prej druri që vendoseshin çdo vit për Krishtlindjet u zëvendësuan nga instalacione prej pëlhure, me figura apo personazhe pa fytyrë. Me një kosto prej rreth 60.000 euro, krijimi postmodern, i titulluar Skena e lindjes, u projektua nga artistja Victoria Maria Gajer dhe konsiderohet si një nga ndryshimet më radikale në programin Mrekullitë e Dimrit të këtij viti. Zgjedhja për të paraqitur Marian, Jozefin, tre magët dhe madje edhe foshnin Jezus pa fytyra është në qendër të polemikave. Artistja shpjegon se kjo lloj paraqitje e personazheve është një vetëdi artistike, në mënyrë që të gjithë të mund ta shohin veten të reflektuar në këto figura. Por këto broçkulla i thot një person si kjo, që me sa duket nuk pas ka lidhje me krishtërimin. Por jo vetëm, akti i saj në vetvete përbën blasfemi. Nga besimtarët e krishterë, mungesa e elementeve tradicional u konsiderua modernizimi i tepruar dhe një largim nga imazhi i zakonshëm i Krishtlindjeve. Kurse nga shumë vizitorë dhe përdorues të medjave sociale, u gjykua me nota negative, ku u karakterizua si një skem pseudolindjeje, që mbart diçka qesharake dhe fyese për Zotin Krisht. Sipas rrjetit televiziv RTBF, figura e foshnjës Jezus u dëmtua. Përfaqësuesit e bashkisë raportojnë se topi prej pëlhure që shërbente si koka e Krishtit u vol. Reagimi qytetar nxitën kryetarin e bashkisë Filip Klos dhe prifti i katedrales, Benua Lobe, antar i komitetit të përzgjedhjes gjithashtu, të ndërhynin publikisht, duke thënë se thelbi i krishterë i skenës mbetet, duke kujtuar se struktura e mëparshme ishte vjetëruar dhe se duhej të zëvendësohej. Bashkia dhe kisha miratuan së bashku projektin, duke kërkuar një qasje më moderne dhe më pak tradicionale për skenën e lindjes së Krishtit. Këtu qëndron edhe skandali. Pavarësisht reagimeve negative, skena e re e lindjes duket se do të mbetet atje, për 8 vite me radhë, sipas kontratës së bashkisë me të ashtu quajturën artiste. Jetojmë në kohë apokaliptike. Mast Channel. Please subscribe.